Xhiron Tetov me biçikletë me një mesazh të vetëm që dy rrotëshi të shfrytëzohet sa më shumë. Përmes këtij aktiviteti, lëvizja qytetare më mirë për Tetovën po përpiqet të sensibilizojë sa më shumë qytetarët. Duam të përçojmë edhe një mesazh që më shumë të përdoren biçikletat, fëmijët të largohen nga trotinetat elektrik, veçanërisht një apel prindve, fëmijëve që janë në moshën 18 vjeçare, mos u alejojnë vozitjen e trotinetëve elektrik, pasi paraqet rrezik. Atë kemi të konfirmuar edhe me statistikat që vijnë nga klinika ortopedisë, pasi që shumë fëmijë, por edhe të rritur, kanë pësuar lëndime të ndryshme duke vozitur trotinetet në komunikacion. Qytetarët që takuam thonë se në Tetov nuk ndihen të sigurt me biçikleta sepse mungojnë shtigjet për t'i ngarë ato, ndërsa makinat e parkuara në kursinë e dytë e bëjnë edhe më të vështirë lëvizjen. Në Tetova pothuajse s'ka fare shtigje për biçikleta, kështu që është e nevojshme të ketë shumë nga ne për veten time, përdorim, shfrytëzojmë biçikletat për të lëvizur brenda ditës, domethënë brenda qytetit. Edhe sigurisht që nuk ndihemi shumë të sigurt, shkaku se trafiku është gjithsesi i rënduar, veturat parkuara paralelisht që vështirësojnë edhe lëvizjen e veturave, po sidomos të biçiklistave, kështu që është mirë mendohet edhe të bëhen shtigje, të krijohen shtigje për biçikletat në përgjithë qytetin, që të lidhet më lehtë qyteti një pjesë me pjesën tjetër. Dhe të bëhet domethënë më i kapshëm për këmbësorët edhe për biçiklistët, jo vetëm për shoferët. Definitivisht është e nevojshme, për siguri, kisha thonë që nuk janë kushtet edhe rendet aty ku duhet jenë, nuk kisha thonë se ndihem i sigurt sa për shembull sa di dhe sa kam dëgjuar se më thonë janë kushtet në vende tjera në Evropë. Edhe pse normal larg jemi për aty në kushteve, po mendoj që ka nevojë që të aktualizohet kjo çështje, ka nevojë që njerëzit më shumë të dalin me biçikleta, normal të zvoglohet ngarkesa në komunikacion, zvoglohen emisionet, edhe normal në anën tjetër ka ndikim pozitive në shëndetin e njerëzve, kështu që definitivisht duhet ta promovojmë edhe të stimulojmë njerëzit që të dalin më shumë me biçikleta. Mesazhi i sotëm i qytetarëve, por edhe organizatorëve ishte që Tetova nuk ka nevojë vetëm për aktivitete simbolike njëditore, por për një zgjidhje konkrete infrastrukturore. Derisa statistikat mjekësore dhe kaosi i përditshëm në komunikacion alarmojnë për rrezikun që kanoset, topi tani mbetet në oborrin e autoriteteve komunale, të cilat duhet të vendosin nëse do t'i japin përparësi shëndetit dhe sigurisë së qytetarëve apo do ta lënë Tetovën nën kaosin e makinave.